Që me gjashtë shkurt, kam kërku një interpelancë në Ministrin e Shëndetësisë. Akoma edhe sot, pavarësisht të konferenca kryetarëve është dakordsu, ka hyrë në procedurë, ka dalë nga procedura, Ministri i Shëndetësisë akoma nuk ka gjetë kohën për më ardhur në parlament. Edhe sot nuk është. Ajo që du me diskutu unë, ose që dosha me diskutu unë, dosha me diskutu për laboratorët, që me datë 20 të çdo muaj nuk ka më analiza. Edhe kjo është për te absurdes. Edhe kam kërku këtë që me 17 nënor në komisionin parlamentar, kura ba buxheti i shëndetësisë, që të merret në konsiderat, është kërku edhe me 4 dhjetor në parlament pret nga unë, dhe përsëri nuk kene asnjë përgjigje. Edhe gjaja më absurde, që është çudi shqiptare, është një gazetar pyet ministrin, edhe atëherë bëhet lajm. Pra, kush është vlera e deputetit, këtë nuk arrim të kuptu. Vot një kërkesë në parlament, edhe kjo nuk merret në konsiderat. Du me vazhdu për kardiologjinë. Dosha me diskutu për kardiologjinë me Ministrin e Shëndetësisë, që nuk kena stende. Fillohet procedura, edhe kena vetëm një stend. Edhe të stendi dytë, i thotë pacientit ke marrë përsëri. Është për te absurdes. Atë vazhdoj pret me hematologjinë. Jo hematologjinë, po hepatologjinë, me mërgjinë. Kam 2 receta, nga 2 shkodranë. Du me ba pak mjekësi, ka 4 stade hepatitit C. 4 stade. Stadi parë dhe i 2 janë të rikëthyshëm. Stadi 3 dhe i 4 janë parë rikëthyshëm. Stadi 3 dhe i 4, po nuk këtë trajtun pacienti vdes. Stadi parë dhe i 2, po nuk këtë trajtun kalon në stadi 3 dhe 4. A dini sa lista, janë 200 pacienta. Janë 200 pacienta kërkush nuk e din. Mu më kërkojnë, i tash sa po më qunë mesazh, edhe mundë me allanë se cilit. Qa u ba doktor Kliti me ilaqin tem? Qa u ba me produktin tem? Qa kam i thonë? Që ministra ka tash 2 mund që e kërkoj e nuk më vjen. Për onkologji nuk du me folë, sepse e din aton që çfarë katastrofët është. Qa do në me ba? Shqiptarët me ta amë kanë me e kuptu, edhe kanë me e ditë se kush po interesohet për to. Ose ma sa kush nuk po interesohet. E kena thonë që buxheti i shëndetësisë është katastrofë. Edhe nërkohë në 7:30 në kërkohet për me kënë të komisioni për me aprovu ligjin për jatët. Që në edhine që është një sponsorizum. Gjose mleni pa kohë, pa e marrë vesh edhe për ke. Nërso këta 2 unë i ka me emra. Edhe janë 200, 2 i ka mund këtu.